Gjiknuri çoi një zarf Ramës dhe u rikthye në listë. Berisha flet për përzgjedhjen e kandidatëve të Partisë Socialiste. Mes natën e sotme mbyllet afati për dorëzimin e listave të kandidatëve. Sali Berisha në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike, ku do të votojnë listat e kandidatëve për deputet, tregoi sipas tij prapaskenat për përgatitjen e listave në kampin rival atë të Partisë Socialiste. Sipas Berishës, socialistët janë zëvendësuar në lista me personazhe të botës së krimit dhe persona të tjerë pa kontribute politike. Ekipi Rama Lubi Balluku po përcakton kandidaturat rësisht në bashkëpunim me klanet e krimit në Shqipëri. Janë flakur edhe socialistët e fundit që kishin mbetur në atë parti dhe janë zëvendësuar me eksponent të botës së krimit apo kushurira e të tjerë. Kërcënimi është metoda baze e përcaktimit në lista të deputetëve. Kështu, në rast se Rama dëshironte që të lante duart me Gjiknurin, Gjiknuri çoi një zarf jo me para, por me fotot e Mek Gonigalit dhe Gjiknuri u rikthye në lista. Dhash këtë shembull se si po caktohet lista në krahun tjetër, mund t'ju sjell edhe shembuj të tjerë plot se si famzezi Ceno Klosi përjashtoi socialistin asnjëherë të mençur Petro Koçi, tha ndër të tjera Berisha. Ai tha se lista e Partisë Demokratike për këtë zgjedhje të jetë vendimtarja më e rëndësishme e këtij 4 vjeçari. Ky është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm, merit e madhe e antarësisë së Partisë Demokratike, drejtuesve të saj në degët e Partisë Demokratike dhe Qendër, deputetëve të saj dhe ajo çka mund t'ju them unë se ky proces qëndron në lartësinë e plotë të objektivit kryesor të Partisë Demokratike, Shqipëria Madhështore. Ky është procesi më transparent që zhvilluar ndonjëherë në partinë në historinë e Partisë Demokratike, me pjesëmarrjen më të gjerë të mundshme me përfaqësimin e të gjitha ndjesive, të gjitha shtresave, nën shtresave, grupeve, komuniteteve të shoqërisë shqiptare. Por këta kandidat për deputet kanë avantazhin sepse janë njëkohësisht përfaqësuesit e koalicionit më të fuqishëm që ka njohur Shqipëria në 32 vite. Ky koalicion që bashkon rreth 25 parti, të cilat pa Partinë Demokratike përfaqësojnë thuajse 1/3 e elektoratit shqiptar. Kjo përbën një avantazh të fuqishëm për Aleancën dhe për Shqipërinë Madhështore dhe Partinë Demokratike, një avantazh i cili ka goditur thellë në dëshpërim palën kundërshtar, që në fakt është në kaos të vërtet, tha Berisha. Pas fjalës së Berishës, mbledhja e kryesisë Partisë Demokratike u zhvillua me dyert të mbyllura, ku do të miratohet lista me kandidatët për deputet të koalicionit Shqipëria Madhështore, që udhiqet nga Partia Demokratike dhe përbëhet nga 25 parti.